60 vjeçari kapipastruesen e tij për dore dhe e pa drejte në sy. Martohu me mua. Ajo mbeti pa fjalë. Nuk mund ta besonte atë që sapo kishte dëgjuar. Por ajo që ai I tregoi më pas do të ndryshonte përgjithmonë jetën e të dyve. Era kishte punuar si pastruese në shtëpinë e një burri 60 vjeçar për më shumë se 2 vjet. Për të, ai ishte thjesht punëdhënësi I saj. Një burr I qetë, I respektuar dhe tepër I pasur, por që jetonte I vetëm në një vilë të madhe në periferi të qytetit. Çdo mëngjes, Era vinte në orën 8. Pastronte kuzhinën, rregullonte dhomat dhe përgatiste kafen që ai e pinte gjithmonë pranë dritares. Por prej disa javësh, ajo kishte vënë re diçka të çuditshme. Ai e shikonte ndryshe, jo si një punëdhënës që kontrollonte punën e saj, por si dikush që po përpiqej të gjente guximin për t'i thënë diçka. Një mëngjes, ndërsa Era po largohej, ai e thirri. Era, prit pak. Ajo u kthye. Burri u ngrit ngadalë nga karrigia dhe ju afrua. Për disa sekonda nuk tha asgjë. Pastaj I kapi dorën. Era mbeti e habitur. Çfarë po bëni? Ai e pa drejt në sy dhe tha. Martohu me mua. Era mendoi se po bënte shaka, por fytyra e tij ishte krejtësisht serioze. Ju nuk mund ta keni seriozisht. E kam më seriozisht se çdo gjë që kam thënë ndonjëherë. Era tërhoqi dorën dhe bëri një hap pas. Ju jeni 60 vjeç. Unë jam vetëm pastruesja juaj. Si mund të mendoni se unë do të martohem me ju? Burri buzëqeshi me trishtim. Sepse ti je vetmja grua që nuk më ka kërkuar asgjë. Era nuk dinte çfarë të përgjigjej, por ai ende nuk I kishte treguar arsyen e vërtetë, sepse propozimi I tij nuk kishte nisur atë mëngjes. Kishte nisur shumë kohë më parë, atë natë kur Era bëri diçka që ai nuk do ta harronte kurrë. Dhe ajo ngjarje do të zbulonte një sekret që ai e kishte mbajtur të fshehur për më shumë se 20 vjet. Era qëndroi e heshtur përballë tij. Çfarë sekreti keni? Pyeti më në fund. Burri uli kokën. Për herë të parë që kur ajo e njihte, duke I friksuar. Para 20 vitesh humba gruan time dhe djalin tim në një aksident. Era mbeti pa fjalë. Më vjen keq. Pas asaj dite, nuk isha më I njëjti njeri. U mbylla në vetvete dhe ndërtova gjithë atë që kam sot. Para të gjithëve dukej sikur isha I fortë, por brenda isha bosh. Ai mori frym thellë. Derisa erdhe ti. Era tundi kokën. Unë nuk kam bërë asgjë. Ke bërë më shumë nga sa mendon. Ai tregoi se një natë, disa muaj më parë, kishte pësuar një krizë të rëndë shëndetësore. Ishte vetëm në shtëpi. Nuk mund të ngrihej nga krevati dhe telefoni kishte mbetur larg. Të nesërmen, Era kishte ardhur për të punuar dhe kishte gjetur pa ndjenja. Ajo kishte telefonuar urgjencën dhe kishte qëndruar pranë tij derisa mjekët mbërritën. Por ajo që ai nuk I kishte treguar ishte se atë natë kishte dëgjuar zërin e saj duke I thënë: Mos u dorëzo. Dikush po të pret ende në këtë botë. Fjalët e saj I kishin mbetur në mendje. Që nga ajo ditë, ai kishte filluar ta shikonte jetën ndryshe. Ti nuk më shpëtove vetëm atë natë, Era. Më bëre të dua të jetoj përsëri. Sytë e saj u mbushën me lot. Por unë nuk mund të martohem me ju vetëm sepse ju shpëtova. E di. Ai nxori nga xhepi një zarf të vjetër. Prandaj nuk po të kërkoj të martohesh me mua për paratë e mia. Era e mori zarfin. Brenda kishte një fotografi. Ajo e pa dhe ngriu. Në fotografi ishte një grua e re me një foshni në krah. Era e njohu me njëherë gruan. Ishte nëna e saj. Si e keni këtë fotografi? Pyeti ajo me zërin që I dridhej. Burri nuk u përgjigj me njëherë. Pastaj tha. Sepse unë e kam njohur nënën tënde shumë vite më parë. Era u step. Çfarë po thoni? Burri uli syt. Dhe ka diçka tjetër që duhet të dish. Ajo që do të zbulonte më pas do ta kthente gjithë jetën e saj përmbys. Era e shtrëngoi fotografin me duar që I dridheshin. Çfarë do të thot kjo? Pyeti ajo. Si e njihnit nënën time? 60 vjeçari heshti për disa sekonda. Sepse, para shumë vitesh, unë dhe nëna jote kemi punuar bashkë. Era e pa me mosbesim. Këtë nuk ma ka treguar kurrë, sepse ajo kishte një arsye për ta fshehur. Burri hapi një sirtar dhe nxori një kuti të vjetër prej druri. Brenda saj kishte letra, fotografi dhe dokumente të zverdhura nga koha. Ai I dha një letër Erës. Ajo filloi ta lexonte. Ishte një letër e shkruar nga nëna e saj, më shumë se 20 vite më parë. Në të thuhej se, pas vdekjes së bashkëshortit të saj,
Ajo kishte mbetur pa para dhe me një fëmijë të vogël. Burri që kishte përballë kishte ofruar ndihmë financiare, por ajo kishte refuzuar të merrte para që nuk i përkisnin. Era ngriti sy. Atëherë pse nuk e kam ditur këtë? Sepse nëna jote nuk donte që ti të rriteshe duke menduar se i detyroheshe dikujt. Ai mori frym thellë. Por ka edhe një gjë tjetër. Era nuk donte të dëgjonte më. Çfarë? Burri i dha asaj një dokument. Ishte një kontratë e vjetër pronësie. Shtëpia ku ti dhe nëna jote keni jetuar për vite me radhë, nuk ishte në emrin tuaj. Era u zbe. Çfarë? Ishte në emrin tim. Ajo nuk po kuptonte më asgjë. Ai vazhdoi. Nëna jote më kërkoi ta mbaja sekret. Ajo donte të punonte dhe të kujdesej vetë për ty. Unë vetëm e ndihmova në heshtje. Era shpërtheu në lot. Pra, gjithë këto vite. Po. Dhe tani dua ta di nëse mund të më falësh që nuk ta tregova më herët. Era u ngrit dhe u drejtua nga dera. Por para se të largohej, ai i tha: "Nuk të kërkova të martohesh me mua për këtë arsye." Ajo u ndal. Atëherë pse? Ai e pa drejt në sy. Sepse të dua, por nuk dua të blej dashurinë tënde. Prandaj nëse më thua jo, unë do ta pranoj. Era nuk tha asgjë. Ajo doli nga shtëpia me lot në sy. Por të nesërmen kur u kthye, ajo nuk erdhi vetëm. Pas saj ishte një burr rreth të 30-tave. 60 vjeçari u ngrit sapo e pa. Fytyra ju zbardh. Ti. Era e pa të habitur. Ju njiheni. Burri i ri bëri një hap përpara. Po. Dhe kam ardhur t'ju tregoj të vërtetën për aksidentin që i mori gruan dhe djalin tuaj. 60 vjeçari mbeti i ngrirë. Sepse ai kishte besuar për 20 vjet se djali i tij kishte vdekur. Por tani djali që qëndronte para tij po merrte frym. Burri 60 vjeçar nuk mund të lëvizte. Syt i mbetën të ngulur te i riu që qëndronte përballë tij. Jo, kjo nuk është e mundur. I riu nxori nga xhepi një fotografi të vjetër. Bab, unë nuk e dija kush ishe deri para pak javësh. Fjala bab e goditi si një rufe. Era u kthye nga i riu. Si është e mundur? Ai filloi të tregonte historinë. Natën e aksidentit, makina ishte përplasur dhe kishte marrë flak. Nëna e tij kishte vdekur në vend, por ai, atëherë vetëm një fëmijë, ishte gjetur i gjallë nga një familje që po kalonte aty pranë. Dokumentet e tij ishin dëmtuar dhe për shkak të kaosit, identiteti i tij ishte regjistruar gabimisht. Për vite me radhë, ai ishte rritur me një tjetër mbiemër. Vetëm kohët e fundit, gjatë kërkimit për familjen e tij biologjike, kishte gjetur një dokument që e çoi te babai i tij. 60 vjeçari nuk i mbajti dot lotët. Ai u afrua dhe e përqafoi. Të kërkova për 20 vjet. Edhe unë të kërkova. Era qëndroi pak më larg, duke qarë në heshtje. Pas disa minutash, burri u kthye nga ajo. Tani e kuptoj pse më solle këtu. Era buzëqeshi. Jo. Unë thjesht mendova se babai im kishte të drejtë ta dinte të vërtetën. 60 vjeçari e pa gjatë. Pastaj ju afrua erës. Tani që djali im është kthyer, nuk kam më frikë nga e kaluara. Por një gjë nuk ka ndryshuar. Çfarë? Pyeti ajo. Ai zgjati dorën. Unë ende të dua. Era heshti. Për herë të parë, ajo nuk e pa si punëdhënësin e saj. E pa si një burr që kishte humbur gjithçka. Kishte mbjetuar me dhimbjen për vite dhe tani kishte gjetur përsëri familjen. Ajo i kapi dorën. Nuk mund të premtoj se gjithçka do të jetë e lehtë. Ai buzëqeshi. Nuk dua të jetë e lehtë. Dua të jetë e vërtetë. Disa muaj më vonë, vila që dikur kishte qenë e heshtur u mbush me njerëz. Djali i tij kishte krijuar një marrëdhënie të re me të atin. Era nuk ishte më pastruesja e shtëpisë. Dhe në një mëngjes të bukur, 60 vjeçari doli në obor. Ul në gjunjë dhe i dha erës një unaz. Këtë herë ajo nuk u habi. Ajo buzëqeshi dhe tha vetëm, po, por historia e tyre nuk përfundoi me martesën. Sepse vite më vonë, në ditën kur po festonin për vjetorin e tyre, djali i tij i tha erës një fjali që e bëri të qante. Nëse ti nuk do ta kishe shpëtuar baban atë ditë, unë nuk do ta kisha gjetur kur familjen time. Dhe era kuptoi diçka. Ndonjëherë, një gest i vogël mirësie mund të ndryshojë jo vetëm jetën e një njeriu, por jetën e një familjeje të tërë. 3 vite kishin kaluar që nga dita kur gjithçka kishte ndryshuar. Era dhe 60 vjeçari tani jetonin së bashku në të njëjtën shtëpi që dikur dukej e ftohtë dhe bosh.
Por tashmë çdo mëngjes dëgjoheshin të qeshura, hapa në korridor dhe zëri i djalit të tij që vinte shpesh për t'i vizituar. Një mbrëmje, Era gjeti burrin duke parë albumin e vjetër të fotografive. Përsëri po shikon të kaluarën. E pyeti ajo. Ai buzëqeshi. Po, por tani nuk më dhemb më. Era u ul pranë tij. Pse? Ai mbylli albumin. Sepse më në fund e kuptova se disa njerëz nuk vinë në jetën tonë për të zëvendësuar ata që kemi humbur. Vinë për të na mësuar të jetojmë përsëri. Era ja shtrëngoi dorën. Atë natë, ai dha asaj një kuti të vogël. Brenda ishte një fotografi e vjetër e nënës së Erës. Në anën e pasme kishte një shënim. Mos haro kur se mirësia që jep sot mund të kthehet në dritën që të shpëton nesër. Era e lexoi dhe shpërtheu në lot. Ajo e kuptoi se, pa e ditur, kishte qenë pjesë e kësaj historie shumë kohë përpara se të hynte në atë shtëpi. Dhe ndoshta në fund dashuria e tyre nuk ishte nisur atë ditë kur ai kishte thënë: "Martohu me mua." Kishte nisur atë ditë kur një grua e thjesht vendosi të ndihmonte një njeri që të gjithë të tjerët e kishin harruar. Sepse ndonjëherë dashuria nuk vjen kur e kërkon. Ajo vjen kur ke më shumë nevojë për të. Dhe 60 vjeçari, pas një jete të tërë duke kërkuar familjen që kishte humbur, më në fund e kishte gjetur. Jo në pasuri, jo në luks, por në dorën e një gruaje që dikur kishte hyrë në shtëpinë e tij vetëm për ta pastruar. Dhe përfundoi duke i pastruar edhe plagët e zemrës. Pas asaj nate gjithçka ndryshoi, jo në mënyrë të menjëhershme. Jeta nuk ndryshon si në përalla, me një fjalë të vetme dhe një fund të përsosur. Për Erën dhe Adrianin, fillimi i jetës së tyre të re ishte më i vështirë nga sa kishin imagjinuar. Ata kishin kaluar shumë gjëra. Kishte diferencë moshe, kishte të kaluar, kishte pasuri, kishte plagë të vjetra dhe mbi të gjitha kishte një pyetje që Era nuk mund ta largonte nga mendja. A e donte Adriani vërtet atë? Apo ishte thjesht një burr i vetmuar që kishte gjetur tek ajo ngrohtësinë që i kishte munguar për vite? Për këtë arsye, edhe pasi ajo kishte pranuar propozimin e tij, Era i kishte kërkuar diçka. Dua të më japësh kohë. Adriani kishte buzëqeshur. Sa të duash. Dhe nuk dua që njerëzit të thonë se u martova me ty për parat. Ai ishte bërë serioz. Atëherë nuk do të prekësh as 100 darkë të pasurisë sime. Era u habi. Çfarë? Dua të vazhdosh të punosh nëse kjo të bën të ndihesh e pavarur. Dua të kesh paratë e tua, punën tënde dhe jetën tënde. Nëse një ditë vendos të qëndrosh me mua, dua ta bësh sepse më do, jo sepse ke nevojë për mua. Ato fjalë ndryshuan gjithçka. Për herë të parë, Era e kuptoi se Adriani nuk po përpiqej ta blinte. Ai po përpiqej t'i jepte lirinë për ta zgjedhur. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që ajo kishte pasur nevojë të dëgjonte. Ditët kaluan. Adriani filloi të ndryshonte. Dikur ai zgjohej në mëngjes dhe qëndronte për orë të tëra vetëm në bibliotekë. Tashmë dilte në kopsht. Filloi të kujdesej për lulet. Filloi të gatuante, megjithse shumica e ushqimeve të tij digjeshin. Era qeshte sa herë e shihte në kuzhinë. Nuk di të gatuash. Po mësoj. Kjo që ke bërë nuk është supë. Çfarë është? Era e provoi dhe bëri një fytyrë të çuditshme. Nuk e di. Adriani qeshi për herë të parë pas shumë vitesh me zë të lartë. Shtëpia që dikur ishte e heshtur filloi të kishte jetë, por historia nuk ishte ende e plot, sepse djali i Adrianit, Danieli, po përpiqej të rindërtonte marrëdhënie me të atin. Në fillim, ata nuk dinin si të silleshin me njëri tjetrin. 20 vite kishin kaluar. Danieli ishte rritur pa të. Adriani kishte jetuar duke menduar se ai kishte vdekur. Tani që ishin bashk, të dy kishin frikë se mos gjithçka ishte vetëm një ëndër. Një mbrëmje, Danieli shkoi në shtëpi. Adriani ishte ulur në verandë. Mund të ulem? Pyeti djali. Kjo është shtëpia jote. Danieli u ul. Për disa minuta nuk foli asnjëri. Pastaj Danieli tha: Kam një pyetje. Pyet. Pse nuk u martove më parë? Adriani buzëqeshi me hidhërim. Sepse pas aksidentit nuk doja më të jetoja. Danieli uli kokën. Më vjen keq. Nuk e pse. Por duhet të kem. Sepse ti më kërkove për vite. Adriani e pa. Të kërkova çdo ditë. Danieli u përlot. Edhe unë të kërkova. Ata u përqafuan. Ishte përqafimi i parë i vërtet baba e birë pas 20 vitesh. Era i pa nga larg dhe buzëqeshi. Në atë moment kuptoi se vendimi i saj për të qëndruar pranë Adrianit nuk kishte shpëtuar vetëm një burr. Kishte ribashkuar një familje.
Megjithatë, jashtë shtëpisë filluan të fliteshin fjalë. Njerëzit kishin dëgjuar për martesën. Një burr 60 vjeçar, i pasur dhe i njohur në qytet, po martohej me një grua që kishte punuar si pastruese. Disa e quanin dashuri, të tjerë e quanin interes. Disa thoshin se Era kishte gjetur mënyrën më të lehtë për t'u bërë e pasur. Fjalët e njerëzve filluan ta lëndonin. Një ditë, Era u kthye në shtëpi duke qarë. Adriani e kuptoi menjëherë. Çfarë ndodhi? Asgjë. Era. Ajo heshti. Pastaj tha. Njerëzit mendojnë se jam me ty për para. Adriani u ngrit. Le ti mendojnë. Por mua më dhem. Ai ju afrua. Dëgjoje mirë këtë. Era e pa. Njerëzit që nuk kanë qenë me ne në ditët më të këqija nuk kanë të drejtë të vendosin pse jemi bashkë. Por, nëse ti më do dhe unë të dua, kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Era fshiu lotët. Po sikur një ditë të pendohesh. Adriani buzëqeshi. E vetmja gjë për të cilën jam penduar në jetën time, është se kam humbur 20 vite duke menduar se nuk mund të jem më i lumtur. Disa muaj më vonë, erdhi dita e martesës. Era nuk donte një ceremoni të madhe. Nuk donte luks. Nuk donte gazetar. Nuk donte njerëz që vinin vetëm për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ajo donte vetëm familjen. Adriani pranoi. Ceremonia u zhvillua në kopshtin e shtëpisë. Danieli qëndronte pranë të atit. Era mbërriti e veshur thjesht, por duke e mrekullueshme. Kur Adriani e pa, sytë ju mbushën me lot. Danieli i pëshpëriti. Bab, pse po qan? Adriani buzëqeshi. Sepse nuk besoja se do ta shihja ndonjëherë këtë ditë. Kur Era u afrua, ai i zgjati dorën. Ajo e kapi. Ceremonia ishte e thjeshtë, por kur erdhi momenti për betimet, Adriani nuk lexoi asgjë nga letra. Ai e pa Erën në sy. Para se të njoh, mendoja se jeta ime kishte përfunduar atë natë kur humba familjen time. Era nisi të qante. Pastaj erdhe ti. Nuk erdhe si një grua që kërkonte të më shpëtonte. Erdhe si një njeri që thjesht bëri atë që ishte e drejtë. Më ndihmove kur nuk mund të jepja asgjë në këmbim. Ai mori frym thellë. Dhe sot dua të premtoj se nuk do të kërkoj kur të jesh dikush tjetër. Dua vetëm të jesh Era. Ajo buzëqeshi. Pastaj erdhi radha e saj. Unë nuk rash në dashuri me pasurinë tënde. Adriani buzëqeshi. E di, rash në dashuri me njeriun që pash pas gjitha saj pasurie. Një njeri që kishte humbur shumë, por që ende kishte zemër për të dashur. Danieli duartrokiti. Të gjithë qeshën dhe qanë në të njëjtën kohë. Dhe kështu u martuan. Por historia e tyre mori një kthes tjetër disa vite më vonë. Adriani filloi të ndihej i lodhur. Ai nuk i tregonte shumë Erës. Nuk donte ta shqetësonte. Por një mëngjes, ai u rrëzua në kuzhinë. Era e gjeti. Ajo thiri menjëherë Danielin. Pas analizave, mjekët u dhanë një lajm të vështirë. Adriani kishte një sëmundje të rëndë. Për herë të parë pas shumë vitesh, Era ndjeu frikën që kishte ndjer ai dikur. Por këtë herë, ajo nuk e la vetëm. Ajo qëndroi pranë tij çdo ditë. Në spital, në shtëpi, në netët kur ai nuk mund të flinte, në mëngjeset kur dhimbja ishte e fortë. Një natë Adriani i tha, dua të them diçka. Çfarë? Nëse unë nuk jam këtu një ditë. Era e ndërpreu. Mos e thuaj. Duhet ta thuash të vërtetën. Ajo heshti. Dua që të jetosh. Lotët i ranë në faqe. Nuk di si. E di. Sepse ke bërë edhe më parë. Ai i kapi dorën. Ti më mësove të jetoj. Tani duhet ta mësosh edhe veten. Adriani jetoi edhe disa vite. Dhe ato vite ishin ndoshta më të bukurat e jetës së tij. Ai udhëtoi me Erën. Vizituan vende që ai kishte ndëruar t'i shihte. Danieli u martua. Më vonë, ai dhe bashkëshortja e tij patën një vajzë. Adriani u bë gjysh. Kur mori për herë të parë mbesën në krah, çau. Era e pyeti. Pse qan? Ai buzëqeshi. Sepse dikur besoja se nuk do të kem më familje. Pastaj pa Danielin. Tani kam më shumë nga sa meritoj. Një mëngjes dimri, Adriani u zgjua herët. Era ishte ende duke fjetur. Ai shkoi te dritarja dhe pa kopshtin. Pikërisht aty, vite më parë, i kishte kërkuar Erës të martohej me të. Ai buzëqeshi. Pastaj mori një letër. Ishte një letër që e kishte shkruar gjatë natës. Kur Era u zgjua, e gjeti mbi tavolinë. Në të shkruhej. Era, kur të lexosh këtë letër, ndoshta do të jem pranë teje.
Ndoshta jo, por dua të dish diçka. Ti nuk ishe thjesht gruaja që hyri në jetën time. Ti ishe arsyeja pse unë e hapa përsëri zemrën. Ti më ktheve djalin tim. Ti më dhe një familje. Ti më mësove se njeriu mund të humbas gjithçka dhe përsëri të ketë një arsye për të filluar nga e para. Nëse do të kisha një mundësi ta jetoja jetën përsëri, do të zgjidhja të njëjtën rrugë. Edhe nëse do të më duhej të prisja 60 vjet për të takuar. Era nuk mund të ndalonte së qari. Ajo doli në kopsht. Adriani ishte ulur në stolin e vjetër. Ajo ul pranë tij. E lexova letrën. Ai buzëqeshi. Atëherë nuk kam më sekrete. Ke një të fundit. Cilin? Era I kapi dorën. Më premto se nuk do të largohesh pa më thënë lam të mirë. Ai e pa. Nuk do të them lam të mirë. Pse? Sepse njerëzit që duhen nuk thon lam të mirë. Ata thjesht lën dashurinë e tyre pas. Era mbështeti kokën në shpatullën e tij. Ata qëndruan ashtu për një kohë të gjatë, pa folur, vetëm duke dëgjuar erën që lëvizte gjethet. Adriani u nda nga jeta disa muaj më vonë, I rrethuar nga familja. Era ishte pranë tij. Danieli ishte në anën tjetër. Dhe për herë të fundit, Adriani hapi syt. Pa erën. Buzëqeshi. Faleminderit. Këto ishin fjalët e fundit që tha. Pastaj I mbylli syt. Era qau. Por nuk ishte një qarje vetëm nga dhimbja. Ishte edhe mirënjohje, sepse kishte pasur mundësinë ta njihte. Ta donte, të jetonte me të, dhe të ishte pranë tij deri në fund. Pas funeralit, Era u kthye në shtëpinë ku kishin kaluar kaq shumë vite. Në fillim, çdo dhomë dukej bosh. Karrigia e tij ishte aty. Libri I fundit që kishte lexuar ishte mbi tavolinë. Filxhani I kafes ishte ende në kuzhinë. Ajo u ul dhe filloi të qante. Danieli hyri. Mami. Ishte hera e parë që ai e quante kështu. Era ngriti kokën. Danieli e përqafoi. Babai nuk do të donte të ishe vetëm. E di. Ai na la një familje. Era buzëqeshi përmes lotëve. Po. Vitet kaluan. Era vendosi të përdorte një pjesë të pasurisë që Adriani I kishte lënë jo për luks, por për të ndihmuar njerëzit. Ajo krijoi një fondacion për gratë që kishin humbur punën dhe familjet e tyre. Nuk donte që askush të ndihej I harruar. Në hyrje të fondacionit vendosi një fjali. Një dorë e zgjatur në momentin e duhur mund të ndryshojë një jetë. Kur njerëzit e pyetën pse e kishte zgjedhur atë fjali, ajo përgjigjej. Sepse dikur dikush më zgjati dorën mua. Por ajo nuk tregonte gjithmonë historinë e plot. Sepse dashuria e saj me Adrianin nuk ishte histori për pasurinë. Nuk ishte histori për një martesë të pazakont. Ishte histori për dy njerëz që u takuan në një moment kur të dy kishin nevojë për një arsye për të vazhduar. Njëri kishte humbur familjen, tjetra kishte humbur shpresën. Dhe pa e kuptuar, ata shpëtuan njëri tjetrin. 10 vite pas vdekjes së Adrianit, Era u kthye në atë kopsht. Ishte plakur. Flokët I ishin zbardhur, por në dorë mbante ende unazën që ai kishte dhënë. Ajo u ul në të njëjtin stol. Nxori nga çanta letrën e vjetër. E lexoi përsëri. Pastaj buzëqeshi. E mbajta premtimin, Adrian. Ajo pa qiellin. Jetova. Një erë lehtë kaloi në përpem. Era mbylli syt. Dhe për një moment ju duk sikur dëgjoi zërin e tij. Ti më mësove të jetoj. Ajo buzëqeshi. Sepse e dinte se dashuria e vërtet nuk zhduket kur një njeri largohet. Ajo mbetet në kujtime. Në fjalët që vazhdojmë t'i themi, në njerëzit që ndryshojmë, në familjet që ndërtojmë, dhe ndonjëherë ajo mbetet edhe në një dorë që dikur u kap për herë të parë me një tjetër. Historia e Adrianit dhe Erës filloi me një pyetje që dukej e pamundur. Martohu me mua, por përgjigjja e vërtet nuk ishte ajo që ndodhi atë ditë. Ishte gjithçka që erdhi më pas. Falja, besimi, familja, sakrifica. Dhe dashuria që nuk u mat kur me moshën apo pasurinë. Sepse dashuria nuk pyet sa vjeç je, nuk pyet sa para ke, nuk pyet çfarë punë bën. Ajo pyet vetëm një gjë. A je aty kur tjetri ka më shumë nevojë për ty? Era kishte qenë aty për Adrianin, dhe Adriani kishte qenë aty për të. Në fund, ai nuk I la asaj vetëm një shtëpi apo një pasuri. I la diçka shumë më të madhe. Një kujtim, një familje. Dhe një histori që ajo do t'ua tregonte brezave. Se ndonjëherë njeriu që hyn në jetën tënde si një I huaj mund të bëhet familja që nuk e dije se po kërkoje.
Dhe ndonjëherë, një dorë e zgjatur në momentin e duhur mund të ndryshojë një jetë përgjithmonë.